Të nderuar miq, jeni me emisionin 10 minuta, ku sonte do të flasim për një temë në këtë kohë mjaft turbulente në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe shumë pyetje do t'u japim përgjigje sot përmes zëvendësministrit Agim Nuhiu, të cilin e kemi të ftuar sonte në emisionin 10 minuta. Pa humbur kohë, po filloj me pyetjen e parë. Zotri Nuhiu, sipas marrëveshjes së Përzhinës, pas kalimit të qeverisë teknike që do t'u skadoj afati Andonovit dhe Spasovskit, a do të bëni ju ministër për herë të parë i punëve të brendshme, një ministër shqiptar deri në zgjedhjet e tashme? Ne në vend kishim një krizë politike, e cila rezultoi me një marrëveshje politike, dhe kjo marrëveshje politike kishte për qëllim të bëj riformatimin në pikpamje organizative dhe funksionale, jo vetëm të qeverisë, por edhe të Ministrisë për Punë të Brendshme. Në këtë drejtim u bën përcaktimet në aspektin institucional dhe në aspektin normativ. U parashikuan pozicione të ndryshme juridike të zyrtarëve politik të Lidhje Social-Demokrate, e cila prezentohet me ministrin teknik në Ministrinë për Punë të Brendshme dhe zëvendës ministrin plotësues që vin nga radhët e VMRO DPMN-s. Ndërka që pozicioni juridik i zëvendës ministrit, që në fakt mbulohet nga kuadri i Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk është ridimensionuar në asnjë mënyrë. Ministri dhe zëvendës ministri plotësues, ata për këtë periudhë për organizim të zgjedhjeve parlamentare, do duhet i bashkërëndisin aktivitetet e tyre në disa segmente të kompetencave lëndore, sa i përket çështjes së organizimit, aspektet teknike financiare dhe çështjet kadrovike, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mënyrë të tërthort lidhen me mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Në kuadrin normativ të këtij dimensioni të ri ose të këtij modaliteti që ne i quajmë sipas formatit sui generis, është përcaktuar edhe pushimi i funksioneve të ministrit teknik dhe zëvendës ministrit plotësues. Është e lidhur me një rrethan të ardhshme që varet me shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare dhe me shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare, të gjitha kompetencat, qoftë në pikpamje organizative, funksionale dhe lëndore, po edhe aspektet komanduese në Ministrinë për Punë të Brendshme, do duhet të jenë në duart e zëvendës ministrit që në rastin konkret vin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe për herë të parë me këtë ministri do të drejtoj një kuadër shqiptar. Çka do të ndryshoni në Ministrinë e Punëve të Brendshme? A do të merrni masa konkrete për atë shkollë sa do të keni mundësi? Për aq kohë sa unë do të jem i pari i Ministrisë për Punë të Brendshme, njëherë do të përmbyset një percepcion se në krye të kësaj ministrie nuk mund të vi një kuadër shqiptar. Në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim ka njerëz të cilët kanë përgatitje profesionale, kanë kredibilitet moral që të jenë edhe në krye të Ministrisë për Punë të Brendshme. Sigurisht që ne konceptet politike që i kemi do të kultivojmë në vazhdimsi dhe do të shtrihen kryesisht në tri segmente. Në kultivimin fuqishëm të konceptit të drejtësisë, të barazisë dhe mosdiskriminimit dhe të transparencës. Drejtësia do duhet të riformalizohet në Ministrinë për Punë të Brendshme sipas parimit se të gjithë do duhet të nështrohen autoritetit të ligjit. Askushi nuk është mbi ligjin. Ju lutem, kur jemi këtu më fal që po të ndërprej. Ka shumë shefa të rajonit që ankohen se marrin komanda të dy fishta nga dy palë. A do thotë që Ministria e Punëve të Brendshme aktualisht po dirigjohet, po komandohet nga dy komandime paralele? Unë nuk kam vëretur për këtë kohë deri në këtë moment se kemi një gjë të tillë. Ministria për Punë të Brendshme do duhet të saktësojmë edhe për opinionin e studios tuaj televizive, se ka segmente strukturore funksionale të cilat mbështeten në nënkultura të ndryshme menaxheriale, por të gjitha këto struktura organizative të Ministrisë për Punë të Brendshme, të gjitha këto nënkultura, patjetër që duhet të jenë në një mbrojtje të përbashkët, përkatësisht në një vit të simetrisë dhe komandën e ka Ministri për Punë të Brendshme. Hierarkia dhe subordinimi, këto janë dy principe që
nuk kam vëretur se janë cënuar në masë serioze dhe në këtë periudhë. Por do duhet të pranojmë se ka një konflikt politik që tani është bartur edhe në Ministrinë për Punë të Brendshme, ka vështirësi në disa segmente, por në instancë të fundit prapë me Ministrinë për Punë të Brendshme komandon Ministri zoti Spasovski. Në drejtorinë për siguri dhe kundër zbulim, kohëve të fundit po qëndron e blinduar dhe nuk po bashkëpunon me prokurorinë publike speciale. A do të thotë kjo që sipas MPB-s prokuroria speciale po e cënon sigurinë kombëtare, apo Ministria e Punëve të Brendshme po mundohet të fshehet diçka nga e vërteta? Unë nuk mund të pohoj as të parën as të dytën. Nuk mund të them që Drejtoria për siguri dhe kundër zbulim përpiqet që të fshehë të vërtetën në lidhje me përgjimet, sepse kjo është një mozaik që nuk mbështetet vetëm në një fakt dhe vetëm në një mjet prove, ekzistojnë fakte dhe provat të tjera që në fund të besoj që gjyqësori do ta jep edhe fjalën e vet. Nuk mund të konstatoj që Prokuroria Publike Speciale po cënon sigurinë në vend. Ne si përfaqësues politik gjithmonë kemi mbështetur institucionin e prokurorisë speciale, që në fazën e bisedimeve për të gjetur zgjidhje për krizën politike, pastaj në procedurat parlamentare, por edhe në fillimet e punës së saj, ajo ka qenë vendosur dhe ka shfrytzuar infrastrukturën teknike të Ministrisë së Drejtësisë, me të cilën ka udhëhequr kuadër shqiptar, dhe ne sot përsëri si përfaqësues, si zyrtar politik në Ministrinë për Punë të Brendshme, japim gjithë mbështetjen dhe suportin tonë në pikpamje teknike, që të mund të ajo të krye kompetencat e veta funksionale dhe lëndore, sepse jemi të përcaktuar që drejtësia penale objektive është synimi jonë fundamental. Po insistimet e Katica Janevës për të zbardhur të vërtetën e përgjimeve para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, a do të thotë se do t'i prish punë koalicionit BDI dhe VMRO në lidhje me fushatën para zgjedhore dhe rezultatet e zgjedhjeve? Unë nuk mund të flas për VMRO DPMN, mund të them për Bashkimin Demokratik për Integrim, se çdo procesuim i çfarëdo situate që do të merr një epilog objektiv, transparent dhe të paanshëm, do të jetë në favorin e Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse ne nuk duhet të lëmë anësh edhe motivet e caktuara, të strukturave të caktuara, të njerëzve të caktuar, të cilët kanë drejtuar aktivitete të ndryshme për të cënuar figurën emblematike të zotit Ahmeti dhe të figurave të tjera të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse një pjesë më e madhe e popullatës shqiptare e ka të qartë se Bashkimi Demokratik për Integrim me zotin Ali Ahmeti në krye nuk është një parti, por është një lëvizje kombëtare, dhe në këtë drejtim çdo zbardhje, çdo situate në një procedurë institucionale, objektive dhe transparente, vetëm se do t'i shkojë përshtati Bashkimit Demokratik për Integrim. Të nderuar miq, kjo ishte emisioni 10 minuta, ku pra meje ishte zëvendësministri i Punëve të Brendshme Akim Nuhiu. Ne ju lëm me lajmet në gjuhën maqedonase.